Sa herë keni thënë, kjo kushton 100 lek, pa menduar se fjala që po e shqiptoni mund të mbajë brenda saj një emër mbi 2000 vjeçar. Pse monedha shqiptare quhet pikërisht lek? Për ta kuptuar këtë histori, duhet të kthehemi në vitet e para të shtetit shqiptar. Në fillim të shekullit të 20, Shqipëria nuk kishte ende një sistem të qëndrueshëm monetar. Në treg qarkullonin monedha osmane, italiane, austro-hungareze, greke dhe valuta të tjera të huaja. Shqipëria kishte shpallur pavarësinë, por në xhepat e shqiptarëve vazhdonin të sundonin parat e shteteve të tjera. Krijimi i një monedhe kombëtare ishte prandaj më shumë se një çështje ekonomike, ishte një shenjë sovraniteti. Më 2 shtator të vitit 1925 u themelua Banka Kombëtare e Shqipnisë, ndërsa në shkurt të vitit 1926 u emetuan paratë e para kombëtare. Sistemi i atëhershëm përfshinte frangun e arit dhe lekun, ku 5 lek kishin vlerën e një frangu ari. Por pse u zgjodh emri lek? Shpjegimi më i njohur e lidh atë me Aleksandrin e Madh, i cili në traditën shqiptare njihej edhe si leka i madh. Dëshmia më simbolike ndodhet mbi vetë monedhën. Në monedhën shqiptare prej një leku të emetuar në vitin 1926 shfaqej profili i Aleksandrit të Madh. Në anën tjetër, ai paraqitej duke kalëruar mbi kalin e tij. Pra, shqiptarët nuk krijuan vetëm një monedhë, ata vendosin mbi të një figurë që përfaqësonte fuqinë, lavdinë dhe madhështinë e botës së lashtë, duke konsoliduar kështu më tutje lidhjen e tij me kombin shqiptar. Ekziston edhe një tjetër shpjegim që emrin e monedhës e lidh me princin shqiptar Lek Dugagjini, figurën emblematike të traditës juridike dhe të kanunit. Megjithatë, historianët dhe studiuesit e monedhave nuk janë plotësisht të një mendjeje për prejardhjen përfundimtare të emrit. Prania e Aleksandrit në monedhën e parë, një lekshe, e bën lidhjen me lekën e madh në veçanti të fuqishme, ndërsa versioni për Lek Dugagjinin mbetet pjesë e debatit historik. Me kalimin e viteve, leku i mbjetoi ndryshimeve të regjimeve, pushtimeve, krizave dhe reformave monetare. Pamja e tij ndryshoi, kartmonedhat dhe monedhat u zëvendësuan, por emri mbeti i njëjtë. Sot, sa herë që e shqiptojmë fjalën lek, nuk përmendim vetëm një vlerë monetare, përmendim një nga simbolet e para të shtetit modern shqiptar. Një fjalë e vogël që prej një shekulli udhëton nga dora në dorë, duke mbajtur brenda saj historinë, identitetin dhe kujtesën e një kombi.